Reforma në drejtësi do të kërkojë ndryshime të thella të kushtetutës. Nga Tryeza për drejtësinë, kreu i Ministrisë së Drejtësisë Nasip Naço tha se ka propozuar ndryshime kompetencash në kupolën më të lartë të sistemit të drejtësisë shqiptare. I ulur fare pranë kreut të shtetit, Naço nuk ka stepur të deklarojë se presidenti i Republikës nuk duhet të jetë më në postin e kreut të Këshillit të Lartë të Drejtësisë, dhe se të gjitha kompetencat e tij duhet t'i marrë kreu i gjykatës së lartë. Sipas tij ka ardhur koha që drejtësia të ndahet një herë mirë nga politika. Pasi Këshilli i Lartë i Drejtësisë është pjesë e agjendës së një reformimi të thellë. Reformë kjo, e cila mund të kërkojë edhe ndryshime kushtetuese, ku mund të jetë vendi për të rivlerësuar edhe një herë pjesëmarrja në këtë organizëm të presidentit të Republikës, si kryetari i Këshillit të Lartë të Drejtësisë, dhe duke ja kaluar këto kompetenca kryetarit të gjykatës së lartë. Në Tryezën për drejtësi mori pjesë dhe presidenti i Republikës, njëkohësisht dhe kreu i Këshillit të Lartë të Drejtësisë Bujar Nishani. Sipas tij, vendi është në një proces të rëndësishëm reformash, të cilat kërkojnë angazhimin e të gjithë aktorëve. Frymën e korporatës apo vetë qeverisjes në Këshillin e Lartë të Drejtësisë, kushtetutë-bërësi e ka futur me qëllim të caktuar për ta bërë gjykatën të pavarur nga ndërhyrjet e legjislativit dhe të ekzekutivit. Por, në një shoqëri demokratike, marrëdhëniet midis autoritetit politik dhe atij gjyqësor jo rrallë krijojnë probleme dhe përplasje. Ato janë akoma më të mprehta dhe krijojnë konflikte në një shoqëri që ndodhet në fillimet e proceseve demokratike apo në tranzicion. Kreu i delegacionit të Bashkimit Evropian në Shqipëri kërkoi që të garantohet pavarësia e gjyqësorit, që sipas tij është dhe çelësi i reformës